u vepru në kohë në mënyrë që proceset të ecin përpara, sepse neve komunitetin sportiv normal që pak na shqetëson fakti për shkak se po mendojmë që ndoshta është një kohë e papërshtatshme me u marrë me këto konflikte administrative për shkak se dihet që janë në prag ndeshjet shumë të rëndësishme. Veç po du me marrë një mendim profesional, edhe mirë që u inkuadrohet se na nuk jemi jurista dhe s'është që kemi shumë kredibilitet me folë për këtë punë, po deshta me ditë nëse ka pas mundësi. Leti shumë e kuptueshme edhe shumë shkurt ka me qenë to. Shumë e drejtë është. Kjo është dashur të adresohet në vitin 2023 në Kuvendin kur është miratu statuti. Fatkeqësisht insistoj ke kryetari në atë kohë që këto nene me mbet, për arsye që ai din, na kemi pas takime edhe në UEFA kur na kanë thonë që nuk bën to. Pastaj arsyetimi ka qenë i kryetarit që vetëm të licencohemi ne do t'i ndryshojmë në 6 muaj. Unë kam qenë i thar që këto të adresohen në atë kuvend, në kur është miratu statuti. Pastaj është bërë kompromis me insistimin e kryetarit, UEFA dhe FIFA kanë thënë që okay, keni 6 muaj pra kohë, pastaj mi ndryshu këto tjerat, që janë edhe me shkrim dhe pastaj nuk janë ndryshu kur sot dhe asaj dite. Nuk ish dash, kjo nuk ish dash marrë këto, ish dash ose mu kry ma herët, ose edhe pra mu lanë pra ciklit 4 vjeçar, se në bëha ende 4 vjetë që është jenë bëzë zgjedhjet aty, kryen lojtë e Marsit dhe pastaj janë afatet edhe këtë gjatë atyre ku kish mujtë më parë. Nuk ish dash tash më marrë na me zgjedhje, edhe se nuk janë kryse në prill i ka janë afati 4 vjeçari i ciklit, jo tani në shkurt. Taulant, unë e di që tash ti nuk je pjesë, po megjithatë një borë përgjegjësisë që kisha dash tash me adresu tek te dhe kisha dash një përgjigje profesionale në këtë pjesë, pa pas asgjë personale. Që shko mundësi që tash ti për shembull po referohesh edhe po thu kryetari ka dasht që na me vazhdu në atë formë. Nuk është tu, si me thonë, fonton dëshirash, ka dasht taj, ka dasht kjo, përderisa ti ke qenë aty person që ke qenë akter kryesor, që shko mundësi ti me leju me ndodh kjo gjë kur dihen penalizimet juridike që mund me ndodh të ardhmen. Që shko për shembull ti mundësi për shembull. Pyetja shumë e vend, pyetja legjitime. Është e vërtetë, unë kam qenë sekretari në hierarkinë e Federatës së Futbollit është organizuar, është kryetari, komiteti ekzekutiv, pastaj sekretari. Unë e kam propozuar për më ndryshu komplet edhe kam me shkrim. Pastaj kryetari ka thonë që ka ndërhyrë pak, ka thonë që këto nene jo nuk bën me ndryshu, duhet me qëndru kështu, edhe pastaj edhe në UEFA FIFA kur kemi pas takim njëjtën gjë kanë thonë. Ka insistuar kryetari, se kryetari ka qenë kryetar për çata kryetar që ai ka qenë vendimtar aty që i ka lënë ato nene dhe vendimtar fjala e tij. Veç një shkarje të vogël. Kur e the UEFA dhe FIFA edhe ka insistuar kryetari. Insistimi i kryetarit është mbi UEFA-n apo shumë mirë, po bleti, po çeta ajo përgjigjet. Kryetari ka insistuar që me qëndru këto vetëm edhe 5-6 muaj vetëm të licencohemi se jemi në rrezik.